Brenda veshkës, urina është e destinuar të qëndrojë e hollë dhe në rrjedhje të vazhdueshme, duke mbajtur gjithçka të pastër dhe të balancuar. Por kur trupit i mungon uji, mineralet përqëndrohen dhe fillojnë të formohen kristale të vogla. Me kalimin e kohës, këto kristale përplasen dhe ngjiten me njëra tjetrën, duke u rritur dhe duke u shndërruar në një gur të fortë. Ndërsa guri lëviz, ai mund të bllokohet në uriterin e ngushtë, urina grumbullohet, presioni rritet dhe lëngu i bllokuar bëhet vendi i përkryer për shumimin e baktereve. Infeksioni përhapet, qelbi i trash mbush hapësirat e veshkës dhe indi i ndjeshëm dëmtohet. Me vazhdimin e bllokimit dhe infeksionit, veshka ngadalë humbet aftësinë e saj për të funksionuar. Hidratoni veshkat tuaja.